Në Vlorë, çdo ditë rritet numri i përdoruesve të biçikletave. Tereni fushor dhe kodi rinor i qytetit është shumë i përshtatshëm për përdorimin e këtyre mjeteve. Por më së shumti përdoruesit e biçikletës thonë se me këtë mjet transporti bëjnë ekonomi, pasi mundësitë ekonomike për të blerë automjete e karburant nuk i kanë. Gjatë 2 viteve të fundit në qytet, vihet re se ka rritje të dukshme të qytetarëve që përdorin biçikletën, jo vetëm si aktivitet sportiv, por edhe si mjet transporti në jetën e përditshme, për shkak të çmimeve të larta të karburantit, trafikut të shtuar dhe dëshirës për transport më ekonomik dhe më të shëndetshëm. Infrastruktura rrugore jo gjithmonë është e favorshme për qarkullimin e biçikletave. Përdoruesit e tyre kërkojnë të rregullohen rrugët e brendshme të lagjeve, sepse aty hasin dhe problematikat më të mëdha. Shumë njerëz kanë treguar një rritje të interesit ndaj këtij mjeti, edhe për shkak të trafikut të rënduar në qytet dhe lehtësisë në lëvizje, së paku përshëtitje në zonën e shëtitores Buzdetit. Po llogarit që në moshën maksimumi 10 vjeç. Me dhënë 60 vjet. Udhëton gjithmonë me biçikletë nëpër qytet? Po. Çfarë është biçikleta për ju? Është lehtësi, është mjet i mirë? Po, se është e mirë pa dhe përdorim. Ti ofron mundësitë infrastruktura rrugore në qytet për përdorimin e biçikletës? Po atë tani kanë filluar që po i rregullojnë rrugët se neve vam 3 vjeta 4. Vetëm hap rrugët, futesh në lagje, nuk shkon dot. Tani po i bëj. Shumë është lehtësi. Motë jemi pensionista, s'kemi lek të hedhim naftë e kështu predhim me biçikleta. Qa të bëjmë nga halli? Një qik me frikë, po e shtym. Si mendon, janë kushtet me infrastrukturën rrugore në qytet për përdorimin e biçikletës? Kushtet jeni ju vështirësi? Kushtet e një, po në këto rrugë të bardha, këto vijat e bardha, këta shofera nuk ndaloj fare. Atje kemi frikën të gjithë. Faleminderit. Por në për lagje? Lagje mos fjot, lagje është për i bret. Shkojmë do në për lagje. It's difficult for the bicycle in the street or No, it's very easy. The only thing that's a little difficult is the way people park their cars. E qytetit. E vetmja gjë që e vështirëson është mënyra se si parkohen makinat. Parkohen në një formë vërtet të çmendur. What you want to change in the city? For the bicycle, for the street? Well, I just think people need to, the bike lanes are there. Korsitë e biçikletave janë aty apo jo? Bashkia e qytetit i ka bërë. Njerëzit duhet jenë ata të cilët i respektojnë. The motorcycles drive in the bike lane. Në fakt është shumë e rrezikshme kur motorat ecin në korsinë e biçikletave. Ato duhet të dalin në rrugë, nuk duhet të përzihen me biçikletat. So they should have to drive in the street. What you see the positive in the Vlora city for your stay here? Oh, it's very beautiful. The people are nice and Më pëlqen shumë të qëndroj në Shqipëri dhe në Vlorë. Njerëzit janë të sjellshëm dhe moti është shumë i bukur. Me përjashtim të nëntorit që pati disa rreshje, deti është shumë i bukur këtu. Më pëlqen, është shumë këndshëm. It's nice. Where are you from? I'm originally from the United States. Stay here for the first time or you come for work, only for stay for No work, I just come because I'm traveling. Unë jam nga Amerika dhe kam ardhur thjesht për pushime këtu në Vlorë dhe do të qëndroj disa muaj. Në fakt, hera e fundit që erdha në Vlorë ishte para 12 vitesh. Më pëlqen, gjërat kanë ndryshuar shumë. Vlora është ndëruar, është bërë akoma më e bukur. Më pëlqen të vi këtu shpesh. So yeah, I see a big difference between now and what it was like 12 years ago. Në Vlorë, përdorimi i biçikletave ka njohur një rritje graduale gjatë viteve të fundit, sidomos si alternativë për lëvizje të shpejtë dhe pa kosto. Por zhvillimi i infrastrukturës mbetet i paplot, me mungesë korsish të duhura dhe shqetësime për sigurinë. Projektet e reja urbane synojnë përmirësimin e situatës, por përdoruesit kërkojnë më shumë hapësira të dedikuara dhe të sigurta. Mungesa e korsive të sigurta dhe të shënuara mirë në shumë pjesë të qytetit është një kritike përsëritur nga përdoruesit e biçikletave, duke e bërë qarkullimin më të rrezikshëm dhe ndikuar në përdorimin e tyre në rrugët kryesore, por edhe në rrugët e lagjeve. Do nëse rritja e përdorësve të biçikletave në qytet është evidente dhe korsitë e biçikletave janë në rrugën kryesore dhe në Bregdet, përsëri ka vend për kritika ndaj pushtetit lokal. Hyrjet daljet në rrugë shpesh janë të rrezikshme për ciklistët dhe aktivitetin fizik.